Ndryshimet klimatike kanë ndikuar në shtimin e alergjive tek njerëzit. Mjekët pneumoalergolog tregojnë se edhe në Shqipëri, ashtu si në vende të tjera, ka një shtim të numrit të fëmijëve alergjik. 1 në 5 fëmijë manifestojnë simptoma të alergjisë. Është e vërtetë që ka një rritje të prevalencës së rasteve të fenomeneve prezantimeve alergjike në fëmijëri. Që 1 në 5 fëmijë mund të manifestojë fenomene alergjike, kryesisht fenomene të karakterit sezonal. Me hyrjen e pranverës, pritshmëritë i kemi që të ballafaqohemi me raste të reja dhe raste sigurisht e llogaritur ndryshe rreth 20% e fëmijëve që bëjnë një manifestim alergjik, sigurisht është një përqindje e konsiderueshme. Faktorët ambiental që lidhen me ngrohjen globale kanë zgjatur periudhën e alergjive. Me sa duket, në dekadat e fundit, ndryshimet klimatike janë shkaku kryesor i këtyre manifestimeve për shkak të zgjatjes së sezonit të alergjive. Ai po shtrihet sot më gjatë se sa që kemi pasur pritshmëritë. Fillon diku nga pranvera, në marsin dhe përfundon diku në shtator apo tetor. Simptomat e një fëmije alergjik nisin që nga teshtimat deri në forma të rënda, të cilët ka nevojë për trajtim spitalor, siç janë astma, dhe fëmia ka nevojë edhe për pompë oksigjenimi. Më e prekur është grup mosha nga 7 deri në 12 vjeç. Manifestimet e buta ose të mesme shoqërohen me bllokime të hundëve, me teshtima, me vështirësi në frymëmarrjen, me kruajtje të syve, me shenja të konjunktivitit, shpeshherë ato bashkëqyrojnë njëra tjetrën. Pasojat e një fëmije alergjik nuk janë vetëm fizike, por edhe psikoemocionale. Prindrit duhet të tregojnë të kujdesshëm, të drejtohen tek mjeku, në mënyrë që të parandalojnë që fëmia të shndërrohet në një alergjik kronik. Po kështu, këshillohet që fëmijët alergjik të mos dalin në mëngjes dhe në darkë kur është ora e pikut të poleneve.